LDK është në gjendje jashtëzakonisht të vështirë. Është një parti e cila ka një kontribut të madh prej fundit viteve 80-ta edhe gjatë gjithë 90-tave në çlirim në shtetësi, në shtetëndërtim dhe është shumë përkeqardhje që e ka sjell veten në këtë nivel, në këtë gjendje. Çfarë do të jetë rezultati sonte, mendoj që LDK do të jetë humbse, edhe nëse qëndron zoti Abdigjiku, edhe nëse largohet ai, sepse çarja është shumë e madhe. Rezultatet të dobta të tri zgjedhjeve të fundit e kanë sjell në një blokadë edhe të brendshme, edhe të menduarit, edhe të pamundësisë për gjetë një zgjidhje dhe ekziston një ngërsh, një gjendje jashtëzakonisht e rënduar, edhe nuk ka lidhje. Ideja është që zoti Abdigjiku mendoj që duhet të largohet, sepse nuk ka më autoritet që të vazhdoj. Rasti i tij fundit ka qenë me Vjosa Osmanin, pra aduti i fundit ka qenë zonja Osmani dhe u pa që nuk është u shpenzuar edhe tashmë nuk ka ndonjë gjë tjetër përveç status quo. Kjo status quo me 13%, 12%, 14% nuk i shërben LDK-s dhe është pra edhe nëse fiton, edhe nëse vjen dikush tjetër do ta ketë shumë vështirë, pasi situata është dramatike, nuk ka një shpresë, nuk ka një personalitet i cili do të mund të ngjallte një lloj entuziazmi edhe në struktura edhe për të marrë elektorat të ri, kështu që në përgjithësi pra është një gjendje jashtëzakonisht e rëndë, e vështirë e LDK-s. Mirë. Do të vazhdoj kjo status quo apo presni të ketë ndonjë kthesë, le të themi, nuk po e quaj dramatike, po kthesë të madhe sonte? Fillimisht pajtohem me pohimin që LDK është në situatë shumë të vështirë dhe ky nuk është lajm i mirë për Kosovën. Mendoj që LDK-ja ka pasur dhe do të ishte mirë të mbajë atë rolin e moderuar në skenën politike të Kosovës. Kosovës i duhet një parti më e moderuar që afron ekstremet dhe LDK-ja një kohë të gjatë e ka luajtur atë rol, tani është zhytur në një krizë nga e cila thjesht e kam Pavarësisht çfarë ndodh sonte me votimin, qoftë nëse zoti Abdigjiku delegatët vendosin me qëndru ose me largu nga pozita, LDK-ja do të dalë dëmtuar në këtë proces. Fillimisht, në qoftë se zoti Abdigjiku shkon, e mbase një pjesë e delegatëve shohin të arsyeshme ai të shkojë pikërisht për shkak të rezultateve të njepasnjeshme që nuk ishin fare të pavarshme, edhe me një personazh që ishte ose cilësoi shumë popullor për votuesin e LDK-s, siç është Vjosa Osmani, por në anën tjetër, cili është opsioni që LDK të shkojë përpara. Na e kemi pa në publik që është diskutuar vetëm një emër, që është zoti Përparim Rama, një person që deri para një muajve ka refuzuar në mënyrë kategorike me identifiku veten me LDK-n. Pra nuk besoj që LDK-ja do të mund ta marrë veten pavarësisht edhe nëse zoti Abdigjiku qëndron në këtë pozitë dhe unë sinqerisht nuk e di çfarë ndodh tutje nëse qëndron zoti Abdigjiku, për shkak që e pam në momentin kur delegatët filluan deponimin e nënshkrimeve për votbesim, që zoti Abdigjiku pezulloi diskutimet që mbase kishte raportime, në fakt ishte koha që raportojmë me burime që ishte një marrëveshje në parim për krimin e qeverisë, por për mua është e palogjikshme edhe ajo marrëveshje kur tashmë na i kemi të paktën 5 deputet të LDK-s, nga pak deputet që ka LDK-ja, deputet të zgjedhur për shkak që ende nuk janë mbetuar, të cilët refuzojnë këtë bashkëpunim. E kemi zotin Sadiku, i cili sot çuditërisht sepse ishte një qëndrim më rigoroz, zoti Ermal Sadiku, që tha që kryetari i ri ose kushdo që do të bëj kryetar do duhej të përqendrohej edhe të pozicionohej kundër vetëvendosjes, dhe 4 deputet që kanë qenë të pozicionuar dhe kanë bërë premtime edhe në fushat kur kanë kërkuar votën për ta që nuk do bashkëpunojnë me vetëvendosjen. Pra
Ajo çka është e rëndësishme është nëse zoti Abdigjiku sot supozojmë që pas disa minutash do dalë që e ka marrë besimin e delegatëve, pjesës më të madhe të delegatëve, atëherë si do të vazhdoj tutje LDK-ja kur kemi një kryetar që është i pozicionuar jashtëzakonisht kundër në ekstremin tjetër të opozitës, veçanërisht PDK-s, dhe nuk duan asnjë lloj identifikimi me ta, por në anën tjetër një pjesë e deputetëve. Dhe beson që edhe po të rikonfirmohet sërish Abdigjiku kryetar, do vazhdoj të ketë oponenc nga zoti Rama? Do vazhdoj të bëj opozitën e brendshme? Zoti Rama nuk besoj që është faktor i rëndësishëm, besoj që më faktor të rëndësishëm po e bëjnë mediat dhe kundërshtarët e zotit Abdigjiku, për shkak që nuk është ndoshta ndonjë personazh që të regon ambicje lirshëm, si që po të regon zoti Rama. Sepse unë nuk mendoj që më shumë është kingmaker, nëse mund të quajmë, se sa ndonjë person që edhe serios, që do të mund të sfidonte në kuptimin një me një, sepse pastaj pozicionimet për edhe matematika tjera për të hequr dikë, sakrifikojnë dhe bëjnë edhe dikë që ndoshta nuk është me i përshtatshëm, kem parë edhe herave tjera kompromiset të tilla. Po ajo çka nuk dallon, nëse sonte zoti Abdigjiku e vazhdon, unë nuk e di, sepse patjetër edhe situata në LDK lidhet me situatën politike dhe krimin e institucioneve, dhe unë nuk e di çfarë do të ndodhë me krimin dhe si do të kontribonte zoti Abdigjiku nëse merr besimin edhe një herë me 6 deputet, maksimumin ndoshta 10, që ende nuk është mjaftueshme për president. Mund të diskutojmë se aty pastaj disponimet edhe mund të ndrojnë, nëse vërtet pozicionohen për qeverinë, marrin pushtet, ndajnë pozita, ndoshta edhe mund të këta persona që po flasim, pavarësisht pozitave, ata kanë thënë që një koalicion të tillë nuk e përkrahin. Në anën tjetër, as opozita nuk ka vota për të bërë diçka bashkë, edhe nëse ndrohet zoti Abdigjiku, kështu që situata në LDK mendoj që vetëm, siç e tha edhe zoti Koci, mundet me fragmentizu hala më shumë LDK, por nuk sjell rezultat, ndoshta sjell rezultate të mira për partitë kundërshtar, jo për LDK. Gjithsesi, skenar pesimist, parashikon. Besnik, skenari yt për sonte? Optimist, besoj. Shumë me vetëvendosjen. A mund tjetë edhe ky një skenar që në opinion edhe nuk është se trumpetohet shumë? Mund tjetë. Ose spaku nuk duhet përjashtu. E në anën tjetër pozicionohen dhe thonë që nuk duam kriza. Vetëm edhe diçka tjetër. Që edhe kjo vërsulje e LDK-s, e vetëvendosjes, ky entuziazm rreth zhvillimeve në LDK, nuk me duket krejti sinqert. Dhe më shumë më tinglon si përpjekje për të nxitur njërën palë, pa palën tjetër, palën në cila kërkon shkarkimin e zotit Abdigjiku, sepse supozoj që llogarisin që nëse përçahet LDK-ja, a gjasat janë, që një pjesë e elektoratit të LDK-s i rrjedhë i shkon në vetëvendosjes. Dhe kjo është llogari politike, unë nuk po e gjykoj, vetëm po them që mund të jetë një nga llogaritë, ashtu siç mund të ketë atë llogari që e tham për PDK-n, edhe kjo mund të jetë llogari e vetëvendosjes, e cila pavarësisht shqetësimit në thojza për fatin e udhëheqjes së partisë të LDK-s, se gjoja po evitohet një koalicion i arshëm, ai koalicion nuk ka qenë në horizont. Sepse thjesht zoti Abdigjiku nuk i ka pas 18 vota në disponibilitet. Por kishte vërtet deklarime nga brenda se ishin afër dhe pasi të formalizohej VV dhe LDK. Por LDK nuk i kishte 18 vota. LDK i kishte maksimum, i kishte 12 vota, maksimum i kishte. Nuk mund bënte koalicion me asnjë lloj koalicion. Nuk arrin në 80 vota. Ishte, unë mendoj se ka qenë një nga lojra që është bërë. Përpjekje e zotit Abdigjiku, dali do t'jem pak ma transparent, përpjekje e zotit Abdigjiku dhe zonës Osmani për të ruajtur pozicionet e tyre personale në dëm të LDK-s, dhe përpjekje vendosjes për të nxitur përçarje brenda LDK-s, në mënyrë që nëse ajo ndodh, vendosja ta marrë një pjesë atij elektorati, po unë këtë e konsideroj pjesë betejës politike. Ajo që ka qenë jo korekte, është të i prezentohet opinionit fakti se gjoja zoti Kurti
edhe zoti Abdi Gjiku pas kanë qenë afër një koalicioni. Cili koalicion? Tani duhet... Nuk kanë pasur numra për koalicion. Të zbuloj diçka. Kurti ka pas 62 ose 3 numra. Numrat për koalicion janë, numrat për koalicioni ka edhe vetë vendosja vetë, për koalicion qeverisës, pa president Pako. Pa president Pako. Qështja e president, veç kështu sa jemi të PDK-ja, s'mund t'i faturohet PDK-s. Një element edhe vazhdojmë, sepse gjatë këtyre ditëve, gjatë përpjekjeve për të patur një deputet tashmë të konfirmuar të LDK-s në këtë studio, ai personalisht në telefon më tha, nëse po shpëtojmë Lumirin, kësaj radhe do të bëhet koalicioni. Kështu më tha. Tani as nuk mund të zbuloj asun emrin. Marrëveshje për presidentin. Po e bëjmë koalicioni, tha, nëse shpëtojmë tha Lumirin, do ta bëjmë koalicioni. Kanë qenë shumë konfuz, më falë. Po tani nëse do merrnin pushtet të mjaftueshëm le të themi, dhe do ratonin dy më të pakënaqurit dhe që kanë pesh. Putin dhe Bajramin. I gjithë rrëfimi këta 3 muaj, 2 muaj në Kosovë për koalicionin bashkëqeverisë është banal. Edhe është krejtësisht i pakuptimit. Në qastin kur vetë vendosja, një parti ka 62 ose 3 vota, por nuk ka bashkëqeverisje. Ajo është kozmetik, sepse ajtë dhe të bënë kur të dënë të largon nga qeveria, pa asë një efekt. Nuk ka rëzim qeverisë. Ka mundur të ketë është dashur, do duhet kishte marrëveshje për presidentin, për ndryshe krejt rafimet për bashkëqeverisje. Me vetë vendosin e cila ka 62 ose 3 mandate, jënë për pak kuptim ta. Se ta ndolla fjallë besnik. Ideja ke kjo që PDK-s s'mujmë me afaturu fajin, me thonë që po i nëzit, po i cyt njerës në LDK për të stopu çfarë do nis me koalicioni, sepse zoti Hoti, zonja Bajrami, zoti Gashi kanë qenë deputet dhe i kanë pas këto qëndrime shumë para se me u ditë data kur ka më shpall vendimi speciales për zotin Thaçi dhe potencialisht tash kësaj këtij fakti që zoti Thaçi mund t'i rikthehet skenës politike e tjerë. Ajo që dihet është që lëvizjes vetëvendosje nuk i duhet për asgjë koalicioni me Lidhjen Demokratike. Sepse, e thash edhe herën e kalume, nëse interesant të mos shkojnë zgjedhje. Siguroj disi. Pa vetëvendosjen, pa LDK-n, vetëvendosja e bën qeverin. Pa LDK-n, vetëvendosja e zgjedh kryetarin e kuvendit. Pa vetëvendosjen, LDK-ja ka probleme e zgjedh presidentin. Me vetëvendosjen, LDK-ja ka probleme e zgjedh presidentin. Nuk e kuptoj cili është roli i një koalicioni vetëvendosje LDK në funksionalizimin e krejt institucioneve, ngërqët e presidenti, edhe LDK-ja nuk është faktor që i jep zgjidhje kësaj çështje, sepse e ka krizën e brendshme që nuk pritet me u evitu s'pa u shpejt. Zoti Abdi Gjiku do marrëveshje që po e quan të madhe për krejt institucionet, sepse interesi i tyre është me qenë në pushtet. Arsyeja pse thash doja ta bëja pyetjen. Ty besnik, Abdi Gjiku kur zoti Kurti në çdo çast mund ta largojë nga qeveria. 4 ministri, 5 ministri. Po çdo vend mund ta largojë. Prish edhe i bën vet. Tash nuk e di besnik se e kam parë e ke hedh shpesh si tezë të mundshme në Facebook ku thua është shumë e thjeshtë. Opozita propozon kandidatin, vetëvendosja ja voton presidentin. Jo e thjeshtë, është çështje që zoti Kurti do t'ja dëshmoj kosovarëve që e ka pas për një me ofertën që e ka dhonë në prag të zgjedhjeve të kalume. Kur s'ka dhonë të po çështja e president. President jo partijak, e janë jepni ju 3 emra dhe ne garantojmë edhe në nënshkrimet, garantojmë edhe zgjedhjen. Problemi është që opozita po kërkon pushtet. Opozita nuk po do president saj, sepse po e di që presidenti i saj do të jetë noteri zotit Kurti, sepse zotit Kurti nuk do t'a lë të ushtroj më shumë kompetenca se sa ja përshkruan kushtetuta. Kjo është problemi. Zonja Osmani ka dorë diçka ma shumë. Nëse opozita arrin
të imponoj një president vetin, aja është pushtet real. Pse? Dëgjë vetin dëgjën. Pse? Nëse zoti Kurti bishtron, qëfar do ai president jep dorëheqje dhe e qënë vendin e zgjedhje. Pra, presidenti nga ana opozitës është fuqi reale. Nëse është i opozitës. Nëse është i opozitës, nëse ka pak përvoj, edhe nëse një mirë presidentin, vetëm presidentin, nuk kanë shka kërkojnë bashkëqeverisë, sepse ai ka gjatë dhe 3 numra. Ti atje je dekor, në bashkëqeverisë je dekor, je statist, cilin e largon kur të doj. Por, kjo nuk kupton unitet të opozitës. Si idealisti sa e sakrifikon pozitën e krejmë të shtetit për me mri një qëllim caktum politik, ose një parti caktume. Nuk shë njerës që mund të sakrifikojnë me dorëheqje, me një thome prej opozitës, ose prej... A i mund tjeti dhe gjushën për opozitën, dhe shë ta merë pozitën, po kur tullet aty është probleme dhe dorëheqje. I LDK-s votimi ka përfundu, Besnik? Edhe presidenti vetë vendosis mund të bëjt kundër dhe dhe apë dorëheqje dhe të shqitet e opozita, teoretikisht. Se do mere i premisa e menagjimit, se sa mirë ka menagju zoti Rama me Prishtinën, a do ishte kandidati i duhur për LDK-n? Kandidat për kryeministër? Nëse do të mere i për bazë kjo, zoti Rama të duhet kthej në Londër, asë në Prishtinë nuk ishtë dashme e lanë, sepse që 5 vjetë, da më thonë, nuk ka asë një projekt që mund të thuash këta ka bo mirë. Komunikacioni është i të mërshëm, dhe sa erdha këtu 40 minuta, 50 minuta i bona prej marën fejzës. 10 minuta ka qenë, sa 7 minuta. Po, thajke Prishtina ka komunikacioni më të mirë sa Kopenhaga ka metro. Da më thonë, krejt rinia njerë shkojnë metro, në altë skiti kur gjatë, të kene këta, da më thonë, prallat e përprajmë Rama është një politikan shumë i quditshëm, mendoj që ka pas pak rol edhe fati, edhe një momentum, edhe herën e parë zoti Kurti e bëri atë fushatën njerëzakonisht të dopt me Arben Vitin, da më thonë, ka pas një përparësie hatashme vetëvendosjes në Prishtinë. Po, dhe se ka njohë të ramen atë. E nivelin, po, mirë po, Arben Vitia ka qenë shumë i popularizum, por i pa interesum, gjysën e fushatës e lypnim në për studio, zvike as në debat, edhe i bojboni ato video të qeshtë, dhe më thonë, dishka edhe në fund arriti, edhe mendimin e PDK-s naturisht në raundin e dytë, por ideja është që e fitoj të parën. Tash herën e dytë, prapë zoti Kurti nuk u interesu shumë për Prishtinë, ishte i fokusum gati 90% në Mitrovic, edhe pak ishte çuditshme si fitoj, sepse bashkë tashtuar këtu studion tuaj, qendra e Prishtinës të merë që sa vite, dhe më thonë një lloj mungese vullnetit, mungese dijes, të merë komunikacionit, të merë... Gjatë kohës është ankuar që po e pengon nivellit... Po bre, vetëm unë mendoj që ka qenë një loj alibie, mund tjetë edhe kjo një pjesë e vërtet, por prapë se prapë mendoj që ka pas mundësi me gjetë gjutë për bashkët edhe për me bo një kompromis për nivelin qendror, ata me bo për këta, dhe kjo është politika, nuk është politika e kështu bardhezi, ka shumë nuanca. Edhe ideja është që nuk e shonë, nuk mund të paramendoj zotin Rama si kryetar të LDK-s, e kom për të cilë në debatën, për kështu nuk ka fond fjallëve, nuk ka një konceptualitet, nuk ka ideologji. Nuk i din cila debate e ke pasë shumë rallë. Po, dy këto, po, 2-3 e në konë kështu, edhe tash dishka po miret më uqë kënë një farë patriotizmi, shkaj atje në Tiranë, meret me Dejona Mjalin, meret me profile fake, sak me Dejona Mjalin janë 2-3 javë, da më thonë, ideja është nuk është i shpjegueshëm me terma sepse ne falim këtu për politikan i njohim 3 vjetër edhe e ka një lloj bagazhe, e ka një lloj trajektore se cili politikan që është tash i rëndësishëm skenën politike, edhe zoti Abdigjiku, edhe zoti Hamza, edhe zoti Gjini. Ata nuk besoj për zotin Rama që është në krejt në vendet të punës i shohim pak metale këta Gen Z që i konsiderojmë pak matri në mënyrën që zhbojmë punën.
mu më duket për Palim Rama një gjënzi në politikë, për shkak që ajo kupton që të funksionoj në rrjetet sociale. Edhe ai funksionon, ai e di që me pas përplasje, njëjtë ndoshta edhe ajo, me pas përplasje me vetëvendosjen edhe me Dejonën, këtë e bën protagonist. Dhe ai e luan atë